kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka zhvilluar një takim në një nga restorantet e Prishtinës me Vjosa Osmanin, ku ka theksuar se nuk është i pari as do të jetë i fundit, pra në kuadrin e takimeve, dhe shumë shpejt do të vijë me lajme të mira. Pjesë substanciale e kthimit të madh të LDK-s, por shumë shpejt pra do të vijë me lajme të mira, pra është shprehur Abdigjiku. Ndërkaq nga ana e saj, Vjosa Osmani nuk ka pranuar ta komentojë më gjatë këtë takim, duke thënë se ishte thjesht një takim mesmish, pra një kafe mesmish. Në këtë rast, çfarë sinjali po jep Vjosa Osmani duke u afruar me LDK-n aty ku ka qenë dikur, dhe a mendoni se mund bëhet një bosht opozitar ose opozita të krijojë një koalicion të gjerë në blok për të kundërvënë Albin Kurtit në zgjedhjet e 7 qershorit? Unë mendoj që veç zonja Osmani veç është në LDK, ajo deri në momentet e fundit ka shpresuar se do të jetë presidente e Republikës Kosovës, sepse do të propozohet nga LDK-ja, por ja që nuk ndodhi, ajo u kërkua të jetë kundërkandidate e zonjës Feride Rushiti dhe nuk pranoi. Përndryshe zonja Osmani deri në momentet e fundit ka menduar se do të jetë edhe një herë presidente e Republikës Kosovës, por me që e tratoj zoti Kurti, ajo nuk arriti të bëhet presidente. Kështu që blok opozitor nuk do të kemi, e djatha e LDK-ja që konsideron veten, ajo tenton të mbledh tubzat e veta të ndara, edhe t'i kthej edhe një herë, ndërkaq bloku tjetër do të jetë PDK-ja me disa copzat vetat, ka mundësi që zoti Limaj të kthehet në PDK, Ramush Haradinaj, Aleanca do të konkurroj e pavarur, kështu që përsëri do t'i kemi 4 parti. Nuk e di PSD-ja Darda Molliçaj, a do të shkojë me LDK-n apo me PDK-n, dhe kjo është, ka mundësi, domethënë LDK, PDK edhe VV-ja do të konkurrojnë, do t'i kemi 3 subjektet më që do t'i kemi në garë në këto zgjedhje. Mendimi im është që ndarja votës kësaj radhe do të jetë krejt ndryshe, VV-ja nuk do t'i afrohet 40%, do të jetë aty të 37%, PDK-ja përsëri do të jetë e dyta, sigurisht nëse edhe nisma socialdemokrate e Fatmir Limajt shkon me ta, dhe LDK-ja treta, dallimi mes PDK-s edhe LDK-s do të jetë i vogël, edhe dallimi do të jetë jashtëzakonisht i vogël mes VV-s edhe PDK-s. Nuk do të jetë dyshifruar. Do të jetë 8-9 deri 10% maksimum dallimi, kështu që për qeverinë nuk do të jetë problem opozita nëse Lumir Abdigjiku nuk e bën gabimin e njëjtë që e bëri në zgjedhjet e shkurtit, kur u deklarua që nuk do të bashkëpunoj as me opozitën, as me pozitën, edhe ishte ai gabimi. Përndryshe qeverinë do ta kemi, por president nuk do të kemi përsëri, dhe ne do të shkojmë drejt zgjedhjeve, edhe një palë zgjedhjeve në fund të vitit 2026. Pikërisht, duke mbetur te ky argumenti juaj, a mendoni se Kosova po shkon drejt një skenari si ai i Bullgarisë, duke hyrë në për një cikël zgjedhjesh njëra pas tjetrës, të cilat nuk prodhojnë zgjidhje, por vetëm kriza që shkojnë njëra pas tjetrës. Dhe në këtë rast, çfarë pasojash mund prodhojnë për vetë aspektin politik, por edhe ekonomiko-social për Kosovën? Pasojat janë të pariparueshme, veç tani në Kosova ka shumë probleme në ekonomi, sepse thuaj se asnjë projekt investim në Kosovë nuk po realizohet. Unë dyshime frika ime më e madhe është se lojrat mesatare do t'i humbim, nuk do t'jemi në gjendje t'i organizojmë, sepse asgjë tek tani është aprovu ligji për lojrat mesatare, dhe kjo do t'jetë humbja më e madhe, sepse me shumë mundësi Serbia do t'na i merr lojrat mesatare, dhe kjo do t'jetë katastrofë për shtetin e Kosovës, që shteti armik i yni t'i merr organizimin e lojrave mesatare,
projektet infrastrukturore të parapara, asnjëri nuk është duke organizu, as autostrada Gjilanit, as autostrada e Pejës, domethënë kemi ngjetur e LRM për projektin e Hekurullës e projekte për Durrës, ato të gjitha kanë me dështu sepse kjo qeveri është e paaft dhe kjo din të shpenzoj vetëm keshin. Kjo qeveri nuk din të shpenzoj në investime kapitale, kështu që në energjetike kemi punë jashtëzakonisht keq, në gjitha sektorët, domethënë arsimi veç ka falimentu, shëndetësinë e kemi në gjendje mizerje dhe themi se është qeveria që për 7 vite e ka mbajt Kosovën në një krizë permanente, edhe unë nuk shoh dritë në fund tunelit se Kosova do të dalë shumë shpejt nga ky qorsokak në cilin e ka fut Zoti Kurti. Zoti Koceri, më 11 maj deri në datën 15 maj, pra do të mbahen seancat për Hashim Thaçin dhe të tjerët në dhomat e specializuara të gjykatës së Hagës. Në këtë rast, ju si e shikoni këtë proces nga njëra anë dhe nga ana tjetër, nëse Hashim Thaçi shpallet i pafajshëm, a mendoni se mund të rikthehet në politikën aktive në Kosovë, megjithëse e ka cilësuar në një intervistë për media gjermane si diçka të tejkaluar tashmë, por në optikën tuaj, a mendoni se ai mund të rikthehet në Kosovë në politikën aktive dhe sa i druhet Albin Kurti një rikthim të mundshëm të Hashim Thaçit? Momenti i këtyre zgjedhjeve edhe i shpalljes së gjykimit për zotin Kurti, sikur nuk mund të lidhim sepse me 18 maj fillon, por pastaj gjykata 2 muaj ditë ka afat edhe 2 muaj ditë me shpall vendimin. Dhe unë frikohem se zoti Thaçi edhe nëse merr vendim lirues, ai nuk do të jetë në gjendje që spaku këtë proces zgjedhor ta ndihmojnë nga afër. Edhe pse unë nuk mendoj që ai do të inkuadrohet drejt për drejt politik, por po të ishte në Kosovë, ndikimi i tij do të ishte shumë i madh, sidomos pas këtij procesi gjatë edhe të padrejtë që ka kaluar, jo vetëm Thaçi, por edhe ata të tjerët, udhëhecit e UÇK-s, por frikë të madhe kam, sidomos pas këtij takimit të fundit që e pat Smith me këtë Trandafilovën, friga ime është e madhe se ka plan apo projekt për të dënuar të 4 të akuzuarit e Hagës. Dhe dënimi çfarë do qoftë ai? Edhe qoftë ky dënim që këtave që kanë kalu 6 vjet, është dënim që vërtet nuk i shkon në favor Kosovës, sidomos UÇK-s, e cila nëse i dënohen liderët e saj, unë vërtet jam i dëshpëruar edhe nuk pres që zoti Thaçi në këto zgjedhje spaku do të jap apo do të ketë mundësi ta jap ndihmën e tij. Në këto momente i duhet PD-s, sepse sikur kjo parti është një lloj qorsokaku, ka arritur disi të arrujë një stabilitet në votën e vet, por nuk po arrin asesi të zgjerohet apo të kaloj mbi atë shifrën rreth 200.000 vota, aty ka mbet derisa pa avancimin edhe ngritjen e kësaj partie, unë nuk shoh ndonjë perspektivë politike në Republikën e Kosovës, sepse është kjo parti e cila ka bartur barrën kryesore para lufte, pas lufte e deri në momentet kur PDK-ja veç ran nga pushteti edhe e mori VV-ja, ku kemi stagnim në gjitha sferat e jetës. LDK-ja është një parti, por edhe ajo vet nuk mund të udhëheq pa një koalicion. Mendoj që edhe LDK-ja është një parti pa ndonjë vizion të qartë, edhe gjithmonë asoj partie i dohet një subjekt tjetër për bashkëqeverisje, për ndryshe edhe LDK-ja nuk e ka guximin e duhur për ta shpije shtetin në përpara në gjitha aspektet.
Zotëret Koceri, do të ndalemi në 2 pyetjet e fundit sa i përket aspektit të sigurisë në Kosovë, teksa komandanti i KFOR-it në Kosovë ka theksuar se që nga tetori 2025-s situata në Kosovë paraqitet e qetë, por në këtë lloj qetësie ka tensione, pra fshihen tensione dhe është një situatë brisht që gjë e cila mund të eskalojë dhe mund të ndodhë si në vitin 2023 me rastin e sulmit në Banjsk. Në optikën tuaj, ju si e shikoni, sa rrezik ka që Kosova të goditet nga një sulm i befasishëm nga ana e Serbisë i ngjashëm me atë që ndodhi në Banjsk? Kësi sulmet vogla sporadike apo që tentohet të bëhen nëpërmjet faktorit serb të brendshëm, mund edhe të ketë. Por megjithatë, pas vendimeve të cilat gjykata e Kosovës i ka marrë me dënim të përjetshëm të pjesëmarrësve, unë mendoj që edhe serbët vendor do të mendojnë shumë nëse jam mësujnë një sulmi eventual apo para përgatitje për të bërë ndonjë sulm siç ishte ai i Banskës edhe i kanalit Liber Defense. Kosova nuk është në NATO kështu realisht, por Kosova e ka NATO-n. Dhe Serbia nuk është aq e çmendur që të futet edhe një herë në luftë me NATO-n, sepse ne e dim kufit edhe sigurinë në vend i ka NATO, i ka KFOR-i, kështu që nuk shoh përveç ndonjë konflikti këtu të brendshëm që mund ta bëjnë serbët gjëja për ndonjë kryengritje për paknatësitë e veta me pushtetin aktual, përndryshe nuk Serbia nuk mendoj që do mund të bëj sulm direkt në Kosovë, sepse aq e çmendur nuk është as Vučići të futet edhe një herë me luftë me faktorin ndërkombëtar, sepse ka përjetu qaste të rënda në 99-ën, edhe ende Serbia nuk po mund t'i kaloj apo t'i riparoj krejt dëmet që janë shkaktuar në atë kohë, dhe e din që me Kosovën nuk do të luftohet, por në këtë rast do të ballafaqohet me trupat e NATO-s, gjë që Serbia, edhe pse është nxitur direkt nga Rusia, megjithatë mendoj që edhe Rusia është lodhur shumë me luftën e Ukrainës, kështu që edhe asaj përveç këtyre luftrave hibride të cilat bëhen edhe aty këtu mund të ketë nga pak probleme, megjithatë luftë klasike unë nuk pres që mund të ketë në Kosovë, sidomos tani kur i kemi shumë vatra të hapura anë kanë në lindjen e mesme atje në Ukrainë, veç po vazhdon lufta, unë nuk pres përshkallëzim të situatës të sigurisë në Kosovë, sepse i besoj shumë faktorit NATO e sidomos KFOR-it, i cili me 5.000 e ma tepër trupa është në Kosovë dhe shumë shpejt mund të aktivizohet me ma shumë trupa për të mbrojtur sovranitetin e Republikës Kosovës. Duke mbetur te pjesa e sigurisë, ka pasur një iniciativë për një rezolut në Kongresin Amerikan nga 2 kongresmen Amerikan lidhur me antarësimin e Kosovës në NATO. Ju si e vlerësoni këtë lloj iniciative dhe ndërkohë sa gjasa ka që Kosova të antarësohet në Aleancën e Atlantikut të Veriut? Unë mendoj jemi vënë në këtë proces dhe me një lider tjetër qeveritar, po të kishim fatin ta kemi Ramush Haradinaj, i cili veç e formoi ushtrinë e Kosovës, është kryesori, njeri që e ka formuar edhe pse atëherë ishte në qeveri zoti Isa Mustafa. E kemi dëgjuar live zotin Mustafa kur e ka pranuar te ushtrinë e Kosovës, e ka formuar direkt zoti Ramush Haradinaj me qëtë e vetë të cilët i ka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe unë do të besoja që në këtë rast edhe në NATO një lider
si që është Ramush Haradinaj, ose po të ishte thoqin në Kosovë, atëherë unë jam i bindun që Kosova veç do të futej me procedura të përshpejtuara në NATO. Për ndryshe unë kam frikë përveç nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin në mënyrë të pavarur edhe bëjnë trysnin që ata duhet ta bëjnë për NATO-n nëse nuk plas diçka tjetër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të dalin komplet nga NATO dhe të mbetet NATO vetëm për Evropën, atëherë unë dyshoj shumë që pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosova ndonjëherë do të ketë mundësi vetëm me Bashkimin Evropian të jetë në NATO. Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithçka është e mundur, edhe pse e kemi Kurtin në qeveri, unë kam bindje të plot nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të na kenë në NATO, atëherë veç do të jemi në NATO. Kjo është edhe pjesëmarrja jonë tani që do të marrim pjesë në Gaza me jo shumë trupa, por megjithatë pjesëmarrja shumë e rëndësishme. Kjo tregon që veç Forca e Sigurisë së Kosovës është e përgatitur të futet në NATO dhe mendoj që është një ushtri shumë e përgatitur për të qenë pjesë e strukturave të NATO-s.